Si presidente e vendit tashmë e dini të gjithë ju në RTK që këtë çështje e kam ngritur në takim me liderët politik, si në takimin e përbashkët ashtu edhe në takimet të ndara. Kam shprehur gatishmërinë e plotë që në rast se partitë opozitare nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legislative të nisur nga ana e qeverisë, atëherë këtë mund ta bëj unë, mirë po duhet të shprehet gatishmëri nga ana e partive që të votohet diçka e tillë në kuvend. Deri tani nuk kam përgjigje në qoftë se ka gatishmëri nga partitë që kanë përfaqësim në kuvendin e Kosovës që të votojnë. Unë mendoj që është e domosdoshme, mendoj që është e lehtë të kalohet një vendim i tillë, pra gatishmërinë e kam që qysh nesër të dërgojmë kërkesën në kuvend. Këto janë çështje që janë të zgjidhshme, mund të bëhet edhe brenda kuvendit me iniciativë të vetë deputetëve. Pra ka mundësi që të zgjidhet kjo çështje, mirë po deri tani nuk kam përgjigje. Dhe përveç pagave në RTK, siç e dini e kam ngritur edhe çështjen e planit të rritjes, që është mbi 800 milion euro, çështjen e marrëveshjeve me bankën botërore, që është tani në fund të jetorit janë 100 milion euro, por janë edhe mbi 200 milion të tjera në fillim të vitit që mund të humben nëse nuk ratifikohen. Pra po flasim për mbi 1 miliard euro, që është diguni e 4 e buxhetit Kosovës, që Kosova nuk do të duhej humbaste, por do duhej të përfitonte për hir të qytetarëve. Kam folur edhe për zgjatjen buxhetore, ajo bëhet me një vendim të kuvendit, siç e dini, në mënyrë që të sigurohemi që në rast se ka vonesa në krijimin e institucioneve, në rast se nuk ka sukses mandatari i dytë, por kjo çështje i takon partive politike, jo mua si presidente, që të sigurohemi që së paku deri në fund të marsit askush mos mbetet pa paga, njerëzit mos mbesin pa bukë mbi tavolinë, mos mbesin pa barna në spitale. Këto janë çështje esenciale për jetën e qytetarëve dhe unë pres reflektim nga partitë politike. Ne gjithçka kemi gati si dokumentacion, krejt çka duhet është vullneti i partive politike dhe ju inkurajoj edhe juve si media që vazhdimisht të bëni presion pozitiv, po e quaj kështu, partive politike në mënyrë që këto vendime të merren nga ky kuvend, pra nga përfaqësuesit e këtij kuvendi, të cilët janë votuar me 9 shkurt të këtij viti, po akoma s'kan vendosur asgjë. Pra le të vendosin diçka në interes të qytetarëve, sepse shkoi ky vit, së paku bile disa vendime që janë në interes qytetarëve dhe në interes të shtetit.